Mangësi në procedurat e prokurimit në komunën e Podujevës ka gjetur zyra kombëtare e auditimit. Sipas ZKA-s, janë disa raste gjatë vitit 2024 kur kjo komunë shpërbleu me kontratë operatorët që nuk plotësuan kushtet e kritereve të tenderit. Në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit në kërkesën për kapacitetin teknik dhe profesional, kërkohen certifikatat ICO dhe menaxherin e projektit, inxhinieri diplomuar ose bachelor i elektrës, përfshirë kontratën për projektin në fjalë. Për lotin 3, operatori ekonomik fitues nuk i kishte bashkangjitur në ofertë ICO standardet, ndërsa për lotin 4, operatori ekonomik fitues në vendimin e menaxherit të kontratës nuk i ishte referuar kontratës, por për projekte të ndryshme elektrike dhe nuk ka prezantuar kontratë për projektin në fjalë. Ngjashëm është vepruar edhe tek tenderi për rregullimin e hapësirave publike përgjatë lumit llap. E përnjohës të çështjeve të prokurimit, ky është një tjetër rast që ngjall dyshime të bazuara për favorizim. Ligji për prokurimin publik përcakton qartë se operatorët ekonomik që rekomandohen për kontratë duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e tenderit. Në të kundërtën, jo vetëm që rrezikohet realizimi i projekteve nga operator pa kapacitete të kërkuara, por shkelet parimi bazë i trajtimit të barabartë dhe krijohet dyshim i arsyeshëm për favorizim. Gjetjet e ZKA-s tregojnë mosrespektim të kërkesave esenciale, si mungesa e dokumenteve të detyrueshme, shpërblimi i disa lotëve në kundërshtim me kriteret dhe mosplotësimi i kushteve teknike e profesionale, që përbëjnë shkelje procedurale dhe dëshmojnë qasje të papërgjegjshme në vlerësimin e ofertave. Sipas ZKA-s, ngjashëm e veprua edhe në projektin për ndërtimin e shkollës së mesme profesionale në zonën industriale në vlerë 2.430.303 euro dhe ndërtimi i tregut të Gjelbërt në vlerë 1.440.787 euro, si dhe në asfaltimin e rrugëve në qytet, loti 1, 2 dhe 3.